Pasuria, për momenti kur lidhësh, qoftë martohen, mërëna 3 vjete, nëse e kun lidhe, ligji për familjen e llogarit automatikisht martesë. Nëse keni kriju pasuri të përbashkët, prej momenti kur një kun bashkë, atëherë dohet 50-50. Nëse ty ta kalon baba jot një vetur, një shtëpi, një banesë, apo çiftit anasjella, ai nuk i takon çiftit tjetër. Çështja ligjore është edhe te ndamja pasurisë. Do të me ditë çiftet. Prej momentit kur të bëhet një lidhje, ligji për familjen në Kosovë është shumë është i mirë Republikën e Kosovës. Po do kanë qenë me shtrambu, do ka qenë me bo feministe, do ka qenë me lutë rolin e viktimës. Pasuria, për momenti kur lidhësh, mbas 3 vjete, qoftë të bashkëtu që të termë, që këmë bashkëtu dhe vete, qoftë martohen, mërëna 3 vjete, nëse e kun lidhe, ligji për familjen e llogarit automatikisht martesë. Çështja e kunëzimit është formalitet dhe administrativ. Dhe nëse prej momentit të lidhesh e nderuame, dhe 5 vjet apo sa vjet je lidhur dhe vjen të gjitha martesës, nëse keni kriju pasuri të përbashkët, prej momentit kur një kun bashkë, atëherë dohet 50-50. Nëse ty ta kalon baba jot një vetur, një shtëpi, një banesë, apo çiftit anasjella, ai nuk i takon çiftit tjetër. Është me ligj dhe këtu kapën feministat dhe këtu kapën njerëzit që unë vetë vi për paktën e ke bërë gjithë martesë dhe nuk e kriju asnjë sen, asnjë metelik. Kemi me undal edhe në këtë pjesë, po si fillim po mundohemi me i diskutu disa prej faktorëve që ndikojnë deri te ky vendim.